Do cillim një tjetër personazh që ka bërë një rrugtim, le të themi, me shumë ulje ngritje për të arritur sot aty ku ajo dëshiron. Do të jemi me mjeken Irma Bejko Muça, është mjeke estetike dhe do të na tregojë për të gjitha peripecitë që ka kaluar. Ajo mbaroi fakultetin e mjekësisë vite më parë në Shqipëri, por ju desh të emigronte në Itali. Edhe do të keni mundësi që ta ndiqni rrëfimin e saj në studio. Është sot me ne. Faleminderit, mirë se vjeni. Dhe për mua, gjithashtu. Rrugtimi vështirë për të arritur, për të ndjekur ëndrat e tua dhe aty ku ti dëshiroje, ëndërroje? Shumë i vështirë. I vështirë ishte zgjidhja për të lënë vendin tënd dhe të shkosh një vend tjetër. Nuk ishte në objektivat e mia të kisha një zgjidhje të tillë, do të thënë të lija vendin tim. Të doja shumë që të ikja për shembull në raste për një pushim, për të parë diçka të re, po jo të ndëroja komplet jetë. Prandaj nuk ishte thjesht, edhe largimi nga vendi, largimi nga familja, i lidhur shumë me prindrit. Por ajo që më bënte të kisha më shumë frikë, më shumë dyshime, pikpyetje, ishte që unë sapo kisha mbaruar Universitetin e Tiranës, është një universitet shumë i lodhshëm, i gjatë, dhe duhet të filloja një tjetër rrugtim. Dhe për mua ishte shumë e rëndësishme të njohja atë që kisha bërë unë. Kisha bërë diplomën, isha laureuar në Shqipëri dhe dohet ta njoha me domos. Do të thënë ishte diçka shumë e rëndësishme për mua. Prandaj ishte një rrugë jo shumë e lehtë. Megjithatë, duhet thënë që të rritesh profesionalisht është e vështirë dhe për më tepër në një vend të huaj, por me këmbgulje ja dolët, sepse edhe teksa po lexoja për jetëshkrimin tuaj, studime her pas here, kohë pas kohe, edhe s'ka shumë që keni përfunduar studimet edhe për mjeke estetiste, apo jo? Po, është e vërtet. Mjekësia është një deg që nuk ka, është një profesion që nuk ka limite, është i pafund. Prandaj që është me domos duhet vazhdosh, e domosdoshme të vazhdosh, të axhornohesh, të shkosh në për kongrese, të rritesh profesionalisht, është gjë shumë e rëndësishme kjo. Dua të them edhe diçka tjetër që kur ika unë në Itali, flitet për gati 20 vjet më parë, që në fillim të 2006 dhe Italia sigurisht nuk ishte të njëjtën opinion për shqiptarët dhe Shqipëria nuk ishte kjo që është sot. Tani kemi një periudhë që kemi dhe emergjencë për profesione sanitare, jemi më të hapur dhe të huajve në Itali. Po çfarë doni thoni me këtë? Me çfarë u përballët në 2006 kur shkuat? Pra që nuk ishte Italia kjo ka që hapur, kishte paragjykim? Kishte një seleksion shumë të kujdesshëm të personazheve, të profesioneve, të profesionistëve që duhet dhe është gjë e drejtë, është shumë e drejtë sepse është mjekësi dhe duhet të kurosh këtë të bësh me njerëz, por ishte një seleksion shumë korrekt dhe shumë i kujdesshëm të profesionistëve. Po. A u punsove me njëherë? A ndjeve vështirësi për të punsuar në Itali? Ndoshta refuzime dhe ato në ditët e para, në tentativat e para? Unë kam qenë me shumë fat, sepse gjithmonë kam pasur pranë njerëz shumë të mirë. Unë jam shumë falenderuese ndaj këtij populli, se para më ka krijuar mundësi të rritem si profesioniste, po jo vetëm si profesioniste, po dhe si njeri. Dhe e dyta, sepse me atë kimin e tyre, me atë miqësinë që krijuam, ishin shpeshherë dhe pika referimi, më kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Kështu që jam futur në majat e gishtave, siç mund të futet një huaj në një vend në shtëpinë e dikujt tjetri, por pak nga pak duke krijuar mundësinë që të më njohin dhe duke pasur atë koshencën që deri ku mund të arrija unë dhe çfarë nevojesh kisha unë, arritëm që të më njihnin dhe të krijonim shoqëri shumë të mirë dhe të më pranonin pas një lloj problemi. Kështu që jam shumë e kënaqur për këto njerëz që kam njohur gjatë së hecje drejt këtij profesioni. Dhe kur flasim për sakrifica dhe për vështirësi, a ka një syresh që e veçon nga këto 20 vite si jetë, si arritje profesionale në Itali? Vështirësi. Unë them që gjëja që do të veçoja më shumë ishte laureimi në mjekësinë në Universitetin e Breshës, sepse aty e kuptova që ja kisha arritur. Dhe mund të quhesha doktoresh në Itali dhe aty e kuptova, thash, ja dole. Isha shumë e kënaqur, ishte pika kulminante, ishte edhe një, si thua, një rezultat që nuk më përkiste vetëm mua, po dhe prindërve të mi.
Dhe unë të gjithë këtë arritje që kam deri tani, unë ja dedikoj babait tim, sepse ishte i personi që më shtyu drejt mjekësisë dhe besoj shumë tek unë. Kështu që ajo ishte pika më kulminante. Pastaj sigurisht rritjet janë gjithmonë gjatë evolucionit si profesioniste dhe kemi sigurisht ëndra të tjera në sirtar dhe objektiva të tjera për t'u arritur. Irma, po ke dashur, e kishe ndërruar të ishe një mjeke me një drejtim estetik, apo mbase kërkesa e tregut e kohës sot të bërit marrësh këtë drejtim? Unë nuk jam vetëm mjeke estetike të kësaj fushe, por jam dhe mjeke geriatre. Unë fillova të punoj në geriatri në moshën e tretë, që është një profesion shumë i bukur, po dhe shumë i lodhshëm. Jashtëzakonisht, sepse njerëz që kanë shumë fragilitet brenda dhe përveç profesionalizmit ke nevojë dhe për empati. Është fundamentale empatia. Por, gjatë kësaj periudhe, ndjeva dëshirën që të eksperimentoja dhe të rriteqa profesionalisht, sepse në geriatri kisha arritur, ndjeva që më mjaftonte, s'kishte ijtje më. Dhe vazhdoj ta bëj këtë profesion. Kështu që më ka pëlqyer gjithmonë edhe pjesa estetike, të shpresha dhe në këtë formë. Prandaj zgjodha të bëj, jo thjesht një master, që ishte pjesa dhe më e lehtë, zgjodha një shkollë të strukturuar, një nga shkollat më të njohura në Milano, për të vazhduar një studim 4 vjeçar dhe më pas të diplomohesha si mjeke estetik. Irma, në Itali e parë si mjeke, si doktoresh, apo gjithmonë doktoresha shqiptare? Fillimisht isha doktoresha shqiptare që ndodhesha në katin e 4 të strukturës ku punoja. Sepse pastaj nuk e di pse, po punova shumë vite në të njëjtën strukturë, në të njëjtën vend. Pastaj isha doktoresha shqiptare në fillim. Pastaj u bëra doktoresha Irma. Dhe tani nuk ka asnjë lloj diferencë. Jam doktoresha Bejko, e basta. Sepse e kisha doktoresha Bejko, po e kisha edhe në kuptimin që ti arrin për t'i bërë vend vetes, po nuk e di ajo doktoresha shqiptare ka qenë ndonjëherë me atë konotacionin negativ, që gjithsesi ka një lloj paragjykimi ose ka patur në fillim. Në fillim kishte dyshime. Në fillim kishte dyshime, donin të më njohnin, donin të më njihnin se si isha, se çfarë mendoja, se çfarë raportesh do krijoja, sepse nuk është e thjeshtë të shkosh në një vend të huaj, e para gjë duhet të mësosh dhe bot kuptimin e tyre. Unë isha në mes të kolegëve dhe hidheshin batuta shumë të thjeshta që unë i bëj edhe unë tani në punë, edhe ose fjalë të thëna për gjysmë dhe unë nuk arrija t'i kuptoja buzëqeshja, por nuk arrija ta merrja komplet mesazhin. Kështu që fillimi është gjithmonë i vështirë si për ta dhe për mua. Pastaj është superuar komplet kjo fazë dhe jemi njësoj, jemi miq, jemi kolegë. Megjithatë, doktoresha shqiptare pastaj shumë për mirë. Megjithatë unë di, doktoresha, që përveç mjekësisë, një pasion i juaj është edhe të shkruani. Është e vërtet, më pëlqen shumë të shkruaj. Them të drejtën, këtu kam lënë vend për të dëshiruar. Jam dedikuar komplet profesionit dhe sepse nuk e di, është ndoshta një limiti imi, kam ndjej vështirësi të shprehem, të shkruaj në gjuhën italiane, që është shumë e bukur si gjuhë, t'i jep shumë mundësi. Unë akoma më vjen shumë spontane në gjuhën shqipe. Ta bësh në gjuhën shqipe? Po sigurisht. Shpesh herë më thonë se unë kam dhe jam qytetare italiane, më thonë, ti je italiane. Unë them, unë jam shqiptare. Unë jam shqiptare dhe nuk besoj se të ndjem gjithmonë e tillë, nuk mund të ndjem e huaj. Jam një shqiptare që jetoj në Itali. Si mund të rinë bashkë? Jam kurioz, Iva, pra ti jesh edhe mjek që duhet të jesh racional, po nga ana tjetër edhe shumë shpirtëror, shumë emocional, si shkrimtare. Profesioni që kam zgjedhur unë, geriatria, siç thash, fjala është akti i parë i kurës, i kurimit të pacientit. Është ajo që vendos ura komunikimi dhe vendos pacientin në një jep mundësi pacientit të shprehet, dhe më bëj të kuptoj mua për çfarë ka nevojë ky pacient. Për këtë që pjesa e të shkruarit, pjesa emotive, pjesa e ndjesisë më ka ndihmuar jashtëzakonisht, sepse ne aty krijojmë raporte shumë humane, që është fundamentale për të bërë punën si mjek geriatër. Por dhe në mjekësinë estetike është fundamentale, sepse të punosh me njerëz që mund të ketë një vështirësi, mund mos ndjet mirë me vetveten, duhet t'i krijosh ambientin që të ndjet rahat me mjekun dhe t'i besoj. Prandaj dhe aty fjala është
gjëja e parë që unë e përdor është asin në mend. Në fund të kësaj bisede, ke menduar ndonjëherë të rikthehesh në Shqipëri e të vijosh aktivitetin tënd profesional këtu? Shumë herë. E ke menduar? Si në momente poshtë, humori im pak i ullët, si në momente gëzimi, ne atje shkuam për oportunitete të reja, por në qoftë se këto oportunitete na i krijon vendi jon, përse jo? Ka menduar që të bashkëpunoj dhe pjesërisht me kolegë, dhe unë të jap kontributin tim 15 vjeçar dhe me atë eksperiencën time 15 vjeçare që kam fituar në Itali dhe të kontribuoj dhe për vendin tim, sigurisht. Irma, falenderojmë shumë që ishit me ne sot edhe në unë faleminderit shumë edhe shumë suksesshëm. Ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Ndërsa të dashurmiq do të shkojmë në një tjetër personazh apo jo? Në një material dhe një personazh që e ka sjell gazetarja jon Similiana Azizi, ajo do të sjell një intervistë me autoren dhe gazetaren Almira Laçi. Është një libër i cili është botuar para pak ditësh, ku ndjesit, numrat, por gjithashtu dhe fjala bëhen bashk për të sjellë shpirtin e një artisti. Nuk besoj që do jetë libri i fundit, urojmë shumë që të ketë edhe shumë të tjerë për të pasuar. Megjithatë, si një fillim i parë për kolegen, por gjithashtu edhe autoren e re. Kush e ka ndjekur, patjetër, dhe kush e ka ndjekur Almirën edhe në radio dhe në televizion, që bën programet e saj, kështu që e njohin dhe shpirtin e saj shumë poetik, kështu që është një material që duhet humbur, realizuar nga gazetarja jon Similiana Azizi, ndërsa ne kemi ardhur në fundin e programit, ndiqni materialin, ndërkohë bashkë nesër.